baza e parë ndoshta për një konferencë të rëndësishme ndërkombëtare ku do të ndahen edhe një herë me thik apo me laps kufijtë e rinj të çdo shteti? Sigurisht që mund të kemi një ndarje të re të zonave të influencës, të paktën, patjetër që në këtë fazë që ndodhet bota mund të kemi një kthim pas përpara rendit të luftës, të paktën në rendin e luftës së parë botërore, kur askush dhe nuk i jepte llogari askujt në lidhje me një hap, mund ta konsideronte si një veprim strategjik pushtimin e një toke apo një shteti sovran. Dhe në këtë kontekst mund të themi edhe një pas në histori, ku sigurisht që ky rend i ri global që tenton Trump të formsoj, i përket më të fortëve dhe patjetër që të qenit më të vegjël apo të vegjël, siç jemi ne shqiptarët, sigurisht që nuk do na pëlqente të ndodhnin këto precedent, siç është precedenti Ukrainës, i cili dita ditës po shtyhet dhe po zvarritet drejt mbase edhe një mbyllje të konfliktit, por me një dëm të madh kolateral për Ukrainën, siç është sakrifikimi i pjesëve ku operon ushtria ruse, dhe kjo do thotë një certifikimi apo legjitimimi i ndryshimit të kufive me forcë dhe do sillte një kaos të madh në glob. Regjia na ndihmoi pak sa më parë, kjo është një hartë e rripit Gazës, një tank izraelit dhe shkatrimi që ka mbetur. Gjithashtu edhe një grafik më herët ishte shkatrimi masiv i rripit të Gazës. Po mendohet vetëm për rindërtimin, po dëm shpërblimin, apo edhe kërkim faljen, apo dhënien llogarit atyre që e kanë kryer këtë masakër të tillë. Do ta lejoj Amerika, duke ditur që e mbron shumë mirë zotin Netanyahu? Sigurisht që amerikanët, por edhe europianët e kanë shumë të vështirë që të ndërmarrin hapa, siç është fjala vjen edhe për mbushja e fletarrestit që ka dalë nga gjykata ndërkombëtare penale e Hagës për Benjamin Netanyahun. Nuk kemi në këtë fazë, patjetër që historia do t'rregojë me gisht edhe heshtjen e gjithë faktorit, pothuajse gjithë faktorit ndërkombëtar perëndimor, le të themi në lidhje me atë çka ndodhi në Gaza, është një shkatrim rreth 90%, 95% e banesave janë shkatruar dhe kemi një dëm të jashtëzakonshëm në civil, kemi rreth pothuajse 80.000 civil vrarë. Nuk gjykoj se jemi në fazën që Netanyahu do merret si i pandehur, njëjtë si kolegët e tij që kryen masakrat në Srebrenicë dhe në Kosovë, por që më duket e vështirë për këtë fazë që jemi, për arsye sepse Izraeli është ende i fortë, ka një kapacitet të jashtëzakonshëm militar, ka aleatë siç janë aleatët më të fortë tyre Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe për aq kohë sa kanë këto aleatë, është e pamundur që të veprohet në atë formë me kryeministrin e një vendi i cili le të themi e përdor drejtën ndërkombëtare ashtu siç i intereson, ose mbase e bojkoton totalisht pa patur asnjëfar problemi në lidhje me këtë. Ti përmende pak sa më herët që kundërpesha për Izraelin aktualisht nuk po gjendet në vendet e botës arabe, por Turqia është si një gur shumë i fortë në rajonin, jo vetëm në lindjen e mesme, por duket sikur bën balancën mes Shtetet Bashkuara të Amerikës apo perëndimit dhe lindjes. Në këtë mes, roli i Turqisë, jo vetëm kundër Netanyahut, por edhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës, përfshirjen në Siri dhe edhe në rajonin tonë, në Ballkan. Çfarë roli do të luajë konkretisht Turqia në gjithë këtë shah gjeopolitik që aktualisht po përjetojmë me këto valë sismike, lëkundje shumë të forta, duhet të themi? Sigurisht duhet të themi që Turqia është trashëgimtare perandërisë osmane. Duke qenë trashëgimtarja kryesore perandërisë osmane, ka një lirshmëri në operimin në këto zona, bëhet fjalë për një popullsi të përbashkët nga ana kulturore, qoftë lidhje mesme, qoftë edhe në Ballkan, dhe kjo jep një eficiencë të jashtëzakonshme për të qenë në bazën e popullit. Nga ana tjetër ka një pozicion gjeografik tepër strategjik, është një urlidhse midis lindjes dhe perëndimit, midis Azisë dhe Europës, dhe kjo sigurisht i jep sa benefite, por aq shumë edhe rreziqe. Është një vend i cili ka një diplomaci që shpreh të avashët, por ka një projekcion tepër të fatal në momentin kur godet. Por shihet me tepër interes edhe operimi i Turqisë në Siri, të paktën fillimisht heci mapat ngadalë, por më pas
i arriti duke financuar edhe ushtrin shtetërore siriane të vendosi le të themi sundimin e saj edhe në zonat veriore dhe lindore të Sirisë, duke patur një fitore të jashtëzakonshme qoftë me PKK-n, Partinë Komuniste Kurde, e cila e ka shqetësuar Turqinë për rreth 40 vite, por edhe duke krijuar një rend shtetëror në Siri. Nga ana tjetër, në Ballkan mund të themi se është Turqia ajo e cila po furnizon me armë Republikën e Kosovës, dhe sigurisht që Turqia e ka me një sy të veçantë edhe çështjen e Kosovës, për aq kohë sa e konsideron Kosovën si një vizë strategjike të muslimanëve në Europë, dhe kjo duhet thënë sepse ndarja botërore tashmë po shkon drejt një ndarje qytetrimesh, po shkon si ai parashikimi që bëri edhe Samuel Huntington në përplasjen qytetrimesh, që do përballemi botë e cila do ndahet në basene qytetërimore dhe jo më një botë e cila